Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se ardhët në televizionin Arbëria për kërceshën e emisionin Bolt. Sonte e kemi të ftuar profesor doktor Dritan Arifin, njës i çështjeve fetare, po ashtu ligjërues në Medrezën Alauddin, ku do të flasim lidhur me festën e Kurban Bayramit. Përshëndetje, zoti Arifi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit gjithsesi për juve, për hapësirën që keni dhënë për të mbajt një këshill të rastit, një takim besoj frytdhënës për dëgjuesit të juaj dhe nderim të kanë të mua që erdha dhe isha bashkë me ju. Jemi në prag të festës së Kurban Bayramit, çfarë simbolizon? A kjo festë për besimtarët islam? Atëherë bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Sigurisht festa e Kurban Bayramit është një festë që ka karakter të kulluar fetar dhe për më tepër vije si finalizim i një ibadeti ose një rituali madhështor në islam siç është haxhi. Haxhilerët nga gjitha anët e botës tashmë janë grumbulluar në kodrën e Arafatit me përgjërim, me lutje ndaj Zotit të Madhërisht, me kërkesë të pendesës tek Ai. Dhe përkushtimi i tyre, lodhja e tyre mundi i derdhur sot. Natyrisht se Allahu i lartë madhërisht, Zoti i fuqiplot, lën për besimtarët pas një lodhje, pas një mundje, një ditë feste, një ditë kremte, e që në rastin tonë konkret e kemi festën e Kurban Bayramit. Në qoftë se Fitr Bayrami ishte festa e cila na erdhi pas përfundimit dhe përmbylljes së adhurimit të agjërimit në muajin e Ramazanit, atëherë Kurban Bayrami vije pas përmbylljes të një shtylle tjetër të islamit, një rituali madhështor siç është ai që ne po quajmë kongresi më madhështor në botë që ndoshta mbahet brenda një dite, brenda një kohe nga gjitha anët e botës. Prandaj nesër, që është ditë e premte, është festë dhe javore, pra ka rastisur në mënyrë ka koinciduar që të qelloj Bayramin në ditën e festës javore. Është ditë feste, njëra anë për të festuar, për të kremtuar haxhilerët për mbylljen e një rituali që është obligim jetësor i tyre, që edhe nga Kosova, nga vendi jonë kemi bashkëdhëtarët tonë atje, nga gjitha viset shqiptare mbase, dhe ja kanë shqyrë vende të shejta për ta bërë përgjigjen e tyre ndaj Zotit të Madhërisht që ai ka kërkuar që ta vizitojmë vendin e shejt, Mekën, pra Qabën, rrethinat, vende rituale tjera për rreth Mekës që Mina, Arafati, Muzdalifeja, që secili haxhi kur ne i përmendum këto emra, këto vende, këto pika gjeografike, besoj që ka ndjenja të mahnitshme dhe ndjen veten që është ende në ato momente, ato çaste të lumturimit shpirtëror që ka shijuar atje. Pra, festa Kurban Bayramit është festë e therrës së kurbanëve për ne të tjerët që se kemi pas fatin që të shkojmë atje. Çfarë simbolizon mishi, therrja e kurbanit? Therrja e kurbanit në fakt si ritual ka një histori të gjatë, mbase dhe nuk është vetëm specifike fesë islame therrja e kafshëve për t'u afruar të hyjt e tyre. Por që atë që themi me krenari ne brenda konditave islame është se gjithçka që bëjmë karshi kafshëve, që bëjmë therrjen e tyre, e bëjmë konform porosive të Zotit tonë, të krijuesit tonë, si qenie humane pra që jemi, po edhe të krijuesit të kafshëve. Zoti i Madhërisht ka garantuar, ka potencuar në librin e tij dhe ka thënë ai është ai që ka krijuar gjithçka që ka në qiell dhe në tokë për juve, për njerëzit. Pra, koncepti të qenurit në shërbim të njeriut, të çdo gjallëse tjetër, përpos tij, është një koncept që ne duhet ta dimë si bazë të idesë tonë kur e njohim fenë e Zotit. Zoti pas ka krijuar edhe kafshët për të mirën e njeriut. Dhe ne edhe dje, edhe sot, edhe nesër, nëse shmangim këtë diskutimin tonë të atyre që dëshirojnë shmangjen me e ushqimit me mishra të ndryshme të kafshëve,
Pra, ne e dim që mishi i kafshëve përbën një ushqim qëndësor për mbar njerëzimin anë kënd globit, dhe Zoti i Madhëshëm në fund të fundit nuk është ai që dëshiron derdhën e gjakut ose pse ai i rritet pushteti pse po therrët një kafshë, një kurban i vogël, dele ose dash apo një kurban i madh që është devi apo lopa. Nuk është kjo arsyeja. Arsyeja është thjesht që ne nëpërmes gatishmërisë tonë që ta therrëm kurbanin, ti tregojmë Zotit të Madhëshëm faktin se jemi të gatshëm të përgjigjemi ty o Zot për çfarë do lloj kërkese që ti ke ndaj neve. Në fakt ne rikthejmë në morën tonë një ngjarje interesante që ka ndodhur në historinë islame, kur Zoti i Madhëshëm ëndrrën e parë nga Ibrahimi a.s. Që e shifte në ëndër sikur po e bënte kurban birin e tij Ismailin, e kompenzoi gatishmërinë e tij për ta bërë kurban birin e tij me sjelljen e një dashje ose me mundësinë që ai ta therrë një dash të madh në vend të bërjes kurban të birit të tij. Si fenomen therrja e kurbanit daton edhe para Ibrahimit a.s. tek bijt e Ademit. Ata që Zoti i Madhëshëm për të konfirmuar se cili prej tyre kishte të drejtë në qëndrimin e tyre, u kërkoi therrjen e kurbanëve për ta pranuar pastaj nga ai i pafajshmi dhe për të mos e pranuar nga ai që kishte faj dhe në fakt ishte mëkatari. Ne sot kur bëjmë therrjen e kurbanëve, nuk e kemi për synim se të themi vetëm gostin, ani pse edhe kjo në listën e synime mund të jetë dikon. Po synimi kryesor është që ta bëjmë këtë për hir të Zotit tonë. Zoti në Kur'an thot: "Thuaj me të vërtetë namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për Allahun." Pra ne marrim, paguajmë kurbanet, i therrim ata për t'u përgjigjur Zotit tonë në një kërkesë. A është vazhdimsi e feve paraprake që e përmendet jo nga Ibrahimi edhe më përpara tij, që është vazhdimsi deri te feja islame, sepse me fenë islame përmbyllet ky kapitull i dërguarve të Po, ndoshta vetëm si koncept kemi nevojë që ta qartësojmë. Kur themi me fenë islame përmbyllet, në fakt Islami ishte feja edhe Ibrahimit, edhe Ademit a.s. Pastaj pse ka ndodhur ndërhyrje njerëzore, lajthitje të porosive të dërguarve të Zotit, kjo mbetet çështje tjetër që se kemi sot besoj ditën e diskutimit. Mirë po, ne si musliman, pasues të fesë së Zotit që quhet Islam, jemi po të njëjtit njerëz që besojmë në Zotin e Madhëshëm, siç ka thirrur për të besuar në të edhe Ibrahimi a.s., siç ka thirrur edhe Ademi a.s. Pra besimtarët musliman janë musliman si pasues të Muhamedit a.s. tash e 1400 e disa vite, mirë po në kuptimin e ruajtjes së kësaj feje, si feje vetëm e pranuar të Zotit, natyrisht se gjeneza e saj lidhet me njeriu e parë prej Ademit a.s. Dhe origjina e therrjes së kurbanëve në fakt lidhet po ashtu me dy bijtë e njeriu të parë, pra. Të therrësh kurban, a do të thotë të kesh qëllim ose një jetë që thuhet në fenë islame, të ketë qëllim apo vetëm therrja? Gjithsesi duhet të një diçka një kafshë që është delja apo diçka tjetër kafshë më të mëdha, do të thotë kurban. Po, mas pari shpreha kurban e kemi të vjelur, pra kemi të importuar dhe kemi ruajtur në origjinalitet, që është shumë e mirë që kemi ruajtur në origjinalitet, i bie afrim tek Zoti. Pra, në bazë menjëherë emërtimi i kësaj vepre sublime, që është therrja e kafshës, duke emërtuar me vepër afruese, pra na afron neve tek Zoti jon, neve na sjell ndërmend që qëllimi është thelbësori. Qëllimi yt është thelbësori. Pra, nëse ne e kemi për qëllim që nëpërmes therrjes së kurbanit të mbushim barqet tona me mish, edhe të jemi prej atyre që bëjmë gatesat tona të ndryshme, të këndshme, që mund të jenë të ndryshme tek llojet e mishit, atëherë besoj që e ke realizuar synimin tënë dhe e ke therrë një kurban në atë zhargonin popullor që ne e quajmë si një postër me thjesht. Por që të arrish shpërblimin e Zotit, kjo kërkon prej teje një jetë të qiltër. Në fakt kërkon prej teje një jetë të qiltër, po aq sa kërkon një jetë të qiltër edhe namazi yt, edhe agjerimi yt, edhe haxhi yt. Pra, gjithë ata njerëz që kanë marrë rrugën për të shkuar sot me u ballavaçuar me temperatura të larta,
pa ndier se janë duke u ballafaqur me temperatura të larta, ose agjëruesit që durojnë etjen dhe urinë, por orë të tëra. Në fakt këta dojnë me treguar që përtej këtyre gjëra materiale që i shohin njerëzit me syrin materialist, ata synojnë diçka tjetër, synojnë për afrimin tek Zoti i tyre. Dhe Zoti i Madhërisëm për këta njerëz ka garantuar shpërblimin në botën tjetër. Jo për ata që agjërojnë për dietë, therrin kurban për të marrë mishin pa pasur një të caktuar, ose shkojnë në haxh për qëllime turistike. Asnjëra prej këtyre qëllimeve, gjatë kryerjes së këtyre veprimeve, nuk na garanton neve të Zoti jon shpërblimin. Ajo që na garanton është një jetë jon fisnik i pastër që po therrun kurban për hir tonë në Zot. Ti na ke urdhëruar dhe unë të përgjigjem në kërkesën, në ftesën tënde. Dhe në të njëjtën kohë unë jam i gatshëm që mishin e këtij kurbanit të mos jemi aq egoist, aq individualist, aq vetanak në egot tona, lakmit tona, sepse mishin e kurbanit tek e fundit mundesh ti me i hangër 2-3 kilogram mish të gatuar në një ditë caktuar, por pjesa tjetër duhet të mbetet pjesa asaj që quajmë ne solidaritet me të tjerët, pjesa asaj që quajmë ne bashkëndjerje e nevojave të tjerëve. Cilat janë përfitimet e një muslimani në therrjen e një kurbani, në atë kuptimin e përfitimit që ka në individual dhe social. Individual janë këto që veç na filluam të trajtojmë. Besoj që garancia është një lloj garancioni të Zotit të Madhërisëm që Zoti i fal mëkatet me pikën e parë të gjakut që derdhet, që ka ardhur me gjuhën e pejgamberit alayhis salam, i dërguari i Zotit që thot pika e parë e gjakut të kurbanit që derdhet janë falje për mëkatet e atij që ka therr, me kusht që ky ta ketë bërë niyet për hir të Zotit. Çështja tjetër është që në ditën e Bajramit ka garantuar pashtu i dërguari i Zotit që nuk mund të bëhet ndonjë vepër më sublime në ditën e Bajramit se sa therrja e kurbanit. E në aspektin individual, pra, është kjo ndjenja kënaqësisë se po i përgjigjemi Zotit ton. Ai po vazhdon të na furnizojë neve me të mirat e tij, na ka krijuar kafshët, bimët, botën pra dhe botanikën edhe zoologjinë për të mirën tonë. Prandaj në shaj falënderimit ne paguajmë një kurban nëse veç i kemi të përmbushura kushtet materiale, sepse në fundit edhe kurbanin ka disa kategori të njerëzve që nuk obligohen ta therrën atë dhe nuk e kanë detyrë ta bëjnë një gjë të tillë, sepse ata vetë ndoshta janë meritorë që t'ju jepet kurbani të tjerëve e jo që ta therrën atë. Në aspektin tjetër, nëse po garantojnë ne kësaj e kemi të garantuar një shpërblim të Zotit. E kemi një mundësi që duke dhuruar mishin e kurbanit. Së pari, dhuratat largojnë smirat, nderuar, se është, domethënë, një urrëtie që dikush ka pas ndaj teje. Besoj kemi provuar secili prej neve. Një dhuratë të vogël në vlerë materiale nëse kemi dhënë atij personit, jemi mahnitur edhe vetë se çysh Zoti i Madhërisëm e ka larguar urrëtien e tij, hasmërinë që kishte ai ndaj teje. Pra, ndikon largimin e hasmërive. Në anën tjetër, mishi me qenë se po besoj edhe tek ne, edhe sot, pavarësisht që po gjejmë alternativa të tjera sot, po prap mendoj që llogaritet prej ushqimeve ma të mira, ma kualitative, besa edhe më të shtrejta në çmim, edhe në për restorantet tona. Edhe me qenë se nga ky ushqim i këndshëm, i mirë dhe i shtrejt në për restorante, po privohen një shtresë gjerë e shoqërisë, që për shkak të rrethanave, kushteve jetësore, nuk e kanë mundësinë që të gëzojnë mishin në sofrën e tyre shpesh dhe sa ata dëshirojnë. Atëherë e kemi këtë rast ne që në sofrën e tyre, bashkë me mishin e dhuruar në sofrën e tyre, të çojmë edhe gëzimin edhe harrin. Sa është e rëndësishme kjo ndarja ushqimit me të tjerë gjatë kësaj feste? Natyrisht kjo ndarja ose parcializimi në 3 pjesë që e kemi të njohur nga xhallarët tanë, gjithandej duke përmendur në hutbet e tyre, në ligjëratat e tyre, e ka një mesazh të qartë. Një pjesë Zoti po thotë ndale për vete nëpërmes gjuhës pejgamberit alayhis salam natyrisht. Një pjesë u adhuron njerëzve që kanë nevojë, siç folëm pak më herët, janë të privuar nga një mirësi që ndoshta ne e kemi në sofrat tona, në përditshmërinë tonë. Duke pasur çdo ditë në përditshmërinë tonë, pra mishin pjesë të sofrës tonë, atëherë kemi humbur ndjesinë që dikush
ka lakmin që ta ketë ata në sofër. Vije festa e Bajramit që ne ta mundsojmë një kënaqësi të tillë edhe për nevojtarët. Dhe është një kategori e njerëzve që ata s'janë nevojtarë. Ata mund të jenë miq të tu, fëmijët e tu, pavarësisht madje edhe besimit të tyre në fundit, është kojshi i yti. Dhe shkon ja çon një pjesë të mishit të qurbanit dhe thua, po ta sjell këtë pjesë të mishit të qurbanit, e di që nuk ke nevojë. E di që kije ndoshta më shumë se sa unë. Kushtet e kije më mirë se sa unë. Po që unë që të mish të qurbanit që sot e kam shtruar në sofrën time, po kam dëshirë me ndalë me ty. Besoj, veç nëse njeriu se themi nuk është në rrethana normale, mendore, sepse do ta mirëpres një akt të tillë bujarie prej teje. Dhe kjo mirëpritje, këtij akti të bujarisë prej anës të dhuruesit, besoj ndikon në fuqizimin e lidhjeve farefisnore, familjare, fëmijësore. Në fund të fundit, i dërguari i Zotit thoshte Xhibrili, melejku pra Xhebrailit që në zhargonin ton popullor, vazhdon të më fliste për obligimet e fëmijët që ka mundë ndaj fëmijët, saqë një ditë mendova që mos do të bëhet pjesë e trashëgimtarëve, mos ka më hi edhe në hisën time. Pra, këto obligimet që i kemi ndaj fëmijëve e të cilat i kemi harruar. Nganjëherë po harrojmë që ta bëjmë përshëndetjen e tij në mëngjes kur ne kputim rrugën ballë për ballë me të, ose kur semi edhe buzëqeshën tonë, fytyrën e fëmijët, vllaut tonë. Vije festa e Bajramit që të na sjell këto virtyte dhe këto vlera etike të larta për të na bërë pjesë të jetës tonë. Dhe rrjedhimisht, nëse jemi në një gjendje të tillë, besoj që kemi realizuar diçka që Zoti i Madhëshëm e ka dëshiruar nëpërmes qurbanit, sepse në fund, siç thotë i dërguari i Allahut, nuk arrin, siç thotë vetë Zoti në Kur'an në fakt, nuk arrin te ai as mishi, as eshtrat, as gjaku. Nuk arrin, nuk rritet pushteti i Zotit, pse puthër ka në botën islame kaq shumë kafsh. Po çfarë arrin? Arrin një jetë jonë e qiltër, dashuria jonë për njëri tjetrën, frikë respekti që kemi për të, nëse si përgjigjemi atij në kërkesat e tij, dhe qëllimi jonë që të solidarizohemi me shtresat që kanë mungesë. E thatë në fillim të bisedës që Kurban Bajrami identifikohet edhe me shkurën në Hax. Cilat janë shtyllat, specifikat e shkurës në Hax, sepse shpesh herë e përmendet që dikush e llogarit është vetëm një vizitë turistike, e thjesht turistike, dikush një obligim jetësor që e ka një musliman, po ashtu edhe forma të tjera interpretohet në çështje të ndryshme. Si shihet kjo në aspektin natyrisht, me qenë se unë jam i ftuar që të flas në aspektin islam, edhe detyrohemi të flasim në këtë prizëm. Se përjashtoj mundësinë që të ketë njerëz që të shkojnë në vendet e bekuara për cilën do prej qëllimeve që ju e përmendet. Po për çka duhet të shkohet, jemi ne këtu për të sqaruar dhe hoxhallarët gjithandej edhe e gjejmë literaturën islame. Në shkohet në Mekë për ta vizituar Mekën e shenjtë, qytetin e shenjtë të Mekës. Për t'ju përgjigjur Zotit të Madhërisëm, në ftesën që ai na ka bërë me vizituar shtëpinë e parë që është ndërtuar mbi faqen e dheut që të adhurohet Zoti. Allahu një, është Mekja. Pra, ajo ndërtesa në formë të katrorit, e mbuluar me një mbulesë modeste. Ajo për botën islame përfaqëson më shumë se sa një godinë të thjeshtë e ndërtuar nga gurët. Është kibla jonë. Pra, nëse një haxhi që ka shkuar me vizitu Qabën për 70 vite ka bën namaz, është drejtuar në drejtim të asaj shtëpie të Zotit. Të shkoj ai edhe ta sheh atë që është drejtuar për 70 vite në namazin e tij, kjo është diçka madhështore. Në aspektin tjetër, ata njerëz që kanë defiluar nëpër ato vende, kanë ecur nëpër vende të shenjta, në Mekë, në Medinë, janë të dërguarit e Zotit, janë të zgjedhurit e tij. Vetë i dërguari ynë, pra, ka jetuar në Mekë, ka migruar nga Mekka në Medinë, është kthyer çlirimtar në Mekë prap dhe prap është kthyer për të vdekur në Medinë. Janë dy qytetet që në aspektin gjeografik sot pra janë brenda hartës së Arabisë Saudite si shtet pra. Aso kohë është quajtur territori i Hijazit, si ujdhesës arabike, pra që edhe pse kemi detin e Koç në afërsi, shkretëtira është përzëlluese, është shkretëtirë e tharë, pra që është vështirë me gjetë edhe frut edhe pemë. Në kuptimin vizual, pamor,
njeriu nëse shkon në Mekë nuk ka diç të bukur që ta kënaq synin me pa atje. Pra s'kemi ujvara, nuk kemi shadërvane, nuk kemi lumej, rrjedhje, domethënë si themi me i pa Alpet e Zvicrës ose edhe Alpet tona që kemi Grykën e Rrugovës ose malet, nuk kemi diçka të tillë që quhet bukuri natyrore. Ka kodra të egra. Mirë po bukuria e vendit të shenjtë Mekës është madhështore sepse përmbush shpirtin e njeriu para se ta përmbush syrin e tij. Ata njerëz që kanë shkuar, kanë vizituar Çabën, ta garantojnë një gjë, se janë dalur dhe kanë shiquar shtëpinë e Zotit 1 orë 2, dhe për asnjë çast të vetëm nuk ju ka shkuar ndërmend të heqën shiqimin edhe të mendojnë të shiqojnë diçka tjetër. Për dallim nga bukuritë e kësaj bote natyrore që folëm pak më herët, që ti mund ta shiqosh një lumë të bukur në liçej ose kodra të larta, mund ta shiqosh gjysore edhe lodhesh tu, hajde se mjaft është. Edhe do të çfarë i bën të veçanta këto dy qytete? Përmendet që nuk ka diçka pra janë shtëpitë e Zotit të ndërtuara për herë të parë për t'u adhuruar ai. Në Mekë Çabeja, në Medinë xhamia profetike e të dërguarit Allahut që ai bashkë me shokët e tij i vuan themelet e kësaj xhamie. Natyrisht sot edhe Çabeja është e zgjeruar si hapësirë, edhe është e ndërtuar, është e shtruar me mermer, mendoj që do të jetë edhe shumë i shtrejt, ashtu edhe Medinja është një faltore që mahnitet nga arkitektura e saj, secili njeri pavarësisht besimit po flas. Por ne nuk flasim për këtë bukuri këtu, sepse si jemi për të bërë këso lloj analizash. Ne flasim për një bukuri dhe madhështi që ka të bëjë pra me përmbushjen shpirtërore të besimtarit kur e sheh një shtëpi të Zotit që në atë shtëpi nga gjeneza e njeriu është adhuruar Zotin ja. Dhe në Medinë, pra prej kalimit të dërguarit të Zotit nga Mekja në Medinë, shpërnguljes së tij në të, natyrisht që në atë vend është adhuruar Zoti. Dhe në një vend që ti ke përshtypjen se ka shkelur këmba të dërguarit ton, ka shkelur këmba e shokëve të tij, edhe ata njerëz fisnik që kanë jetuar, ata dietarë që kanë gravituar në ato zona, mendoj që është një pjesë e krenarisë së njeriu. Po bëj një krahasim, ndoshta s'është edhe krejt i përafërt, por mendoj që sot kur shkojmë në prekaz edhe bëjmë vizitë, nuk është madhështoria vetëm pse po e sheti varrin e Basës Shaban, Basës Hamz, Basës Adem. Madhështoria është ta kesh bindjen se ti je tu shkel në një trull ku ka shkel këmba një heroj siç është Adem Jashari bashkë me familjarët e tij. Pra ti ndihesh krenar vetë pse po është përjetimin ndjenjes veçantë. Nëse në aspektin kombëtar është kjo lloj ndjenje kënaqësisë, në aspektin fetar të shkojsh edhe të shkelesh në vendin ku ka shkel këmba e profetit, është një kënaqësi pa përshkrueshme, është një diçka që vetëm ata që kanë shkuar dhe e kanë vizituar mund ta përshkruajnë një pjesë të saj. Gjatë bisedës që e biseduam për therrën e Kurbanit, padyshim që u fokusua ajo që qëllimi ose njeti. Shkuara në haxh është shtylli i Islamit. Sa është e pranueshme qëllimi, përgatitja shpirtërore që të shkon në haxh, edhe për ato që e elaboruat ju më parë, që të din për çfarë po shkon, të përjeton atë përjetim emocional, shpirtëror që të pranohet dhe a pranohet çdo kush që shkon në haxh, ta themi në formën e ndryshme, nëse nuk je i përgatitur apo vetëm një vizitë. Është pyetje në thelb nderuar, dhe në fakt ndoshta edhe shërtimi jon para prak disi edhe rroku përdoret një tematikë të tillë, po duhet të jemi krejt të qartë kur të flasim për këtë gjë. Në haxh, nëse se ke për qëllim të arrish kënaqësinë e Zotit, mos jam sy. Për shkak se si vizitë turistike, mendoj që kije vende shumë më të bukura në kuptimin vizual pra, se sa Mekja. Nëse ti nuk e ke pas për synim ta përmbushësh veten shpirtërisht, mos jam sy Mekës, sepse për turizëm Meka nuk vlen që të vizitohet. E nëse veç ja kem sy Mekës, Zoti ti ka përmbush, ti ka dhënë mundësitë materiale me shku, ki edhe shëndetin, shoqër Zotit. Atëherë nisum me këtë jetë. Nisum me jetën që ta kryesh një obligim jetësor, i cili për më tepër është detyrë bazike dhe shtyllë e Islamit.
Pra ai njeri që ka mundësi materiale, ka mundësi shëndetësore, të shkoj, ta kryej haxhin dhe nuk shkon, është mëkatar dhe bën mëkat te Zoti i Madhëshëm. Bën mëkat sepse ka mbetur një shtyllë e Islamit pa u krye. Zoti në Kur'an na thot, për hir të Zotit është bërë obligim kryerja e haxhit për të gjithë ata që kanë mundësi. E kush mohon, vërtet Zoti është i pasur dhe s'ka nevojë për asgjë nga ato gjërat që i posedojnë krijesat e tij. Pra, Zoti nuk krijon madhështi për pushtetin e tij nëpërmes ftuarjes së njerëzve në vendet përgjëlluese të temperaturave aziatike atje. Nuk kërkon madhështi të pushtetit e tij. Ai është i gjithë pushtetshëm pa neve hiç, pa namazin ton hiç, pa agjërimin ton hiç, pa haxhin ton hiç. Pra, jemi ne përfituesit, jemi ne ata që shpërblimin e veprës tonë e shpresojmë te Zoti në botën tjetër, siç ka thënë i dërguari i Zotit, për haxhin e pranuar nuk ka ndonjë shpërblim tjetër përpos xhenetit. Pra, është parajsa e premtuar për njeriu që jam syn ta kryej haxhin për hir të Zotit. Dhe i dërguari i Zotit gjithashtu ka potencuar dhe ka thënë, ai që me rrugën shkon në haxh e kryen, pa u fjalosur atje, pa bërë mëkatime atje, pa ofenduar dikë atje, kthehet nga haxhi i tij si ditën që ka lindur nëna e tij. Pra është një lloj shkarkese toksike që po quajmë sot nga ngarkesat e mëkateve. E shifni njerëzit për shembull me këtë po lidhet diçka që mund ta bëjmë në formë basbisedimi, po lidhet diçka me natën e Kadrit. Sepse edhe ai momenti paralelja është krahasues është e shëndoshëm. Ai momenti që përmendet nëse zenat momentin e ende është sa 80 vite, 84 vite. Ashtu 1000 muaj. Ndërsa edhe tani atë që përmendet është shtyllë i Islamit, edhe kjo sa është e rëndësishme për një musliman të kryen dhe të pranohet që shkon me atë qëllim, të pranohet kryerja e obligimit. Po dojmë të thjeshtëzuar ndoshta mbolimi apo kryerja e një shtylle të Islamit, që gjitha janë 5. Natyrisht. Po dojmë të thjeshtëzuar këtë gjë. Cilën do godinë që marrim, nëse e shohim se është e ngritur mbi 5 shtylla, i pas kanë 4 qoshet nga një dhe një në mes që qenë ka qendrorja, që për godinën e Islamit qendrorja është namazi, pas shahadetit në fakt, pas dëshmisë së njëshmërisë së Zotit. Këto 4 shtyllat të tjera pastaj, pra 3 në fakt, jesin haxhi, agjërimi dhe zakati. Janë shtylla që po atë sa mundesh me imagjinu një godinë pa njërin shtyllë në skajën e saj, as mund ta imagjinosh godinën e Islamit pa shtyllën e haxhit si mbajtëse të saj. Ne e kryejm haxhin për ta fuqizuar Islamin ton, për t'ju përgjigjur Zotit ton, për t'i dëshmuar atij nga dëshmërinë tonë që Islamin ta pranojmë si tërësi dhe ta aplikojmë në jetë si tërësi. Një lloj parcializimi që disa njerëz thonë, valla unë e pranoj që mu falë është mirë, amo nuk hyn mendje ideja që do të më dhon parë më një dikoj, pse s'po punojnë ata? Kemi njerëz kategori të tilla, me ndihmua po i bëj shoqëri parazite, po i bëj kategori parazite, gjithmonë po mësohen me ndihmua. Është vërtet që ai mund të mësohet gjithmonë me ndihmua, amo kategoritë e dhënies së zakatit janë të kufizuara që ti t'i japësh vetëm atij të gjorit ose vetëm të varfrit. Janë edhe 7 kategori të tjera në rrugën e Zotit, pra për udhëtarin që ka mbet në rrugë, për lirimin e robit e kështu me radhë. Edhe te haxhi. Ne, nëse dikush na thotë unë fal namaz, po çat kallabllakun atje nuk më e shoh, më duket pa pastërtie, ti mundesh me po si lloj përshkrimesh, në atë kuptimin që kishe pas dëshirë me pa më mirë atje. Po në kuptimin e asaj që unë se pranoj shkurjen si obligim jetësor, kjo e lëndon besimin e njeriut. Pra bën njeriu që të kontestohet imani, besimi i tij pastaj. Dhe në këtë kuptim besoj që duke thënë që haxhi është shtylla e 5 të Islamit, shtylla e fundit të Islamit. Sa liran shpirtnisht një musliman mbarimin e apo shkurjen e haxh që llogarit që ka arrit një është një lirim i mahnetshëm dhe fantastik. Besoj që ata njerëz që kanë shkuar në haxh, natyrisht unë jam prej tyre që kam kryer haxhin,
për herë të parë për veten time kam krye në moshën 19 vjeçare dhe tashmë kam më shumë se 2 fishin në asaj moshe dhe pastaj kam bo haxh edhe herë të tjera. Pas përfundimit të një vizite të tillë, njeriu kthehet në shtëpinë e tij. Dhe përpos kënaqësisë që ndihen se ju ka përgjigj Zotit në kërkesën dhe ftesën e tij, është një shkarkesë toksikës të mëkatit. Pra, Zoti i Madhërisht ka paralajmëruar që çdo mëkat që bën njeriu është një lloj njolle e zezë që njolloset zemra e besimtarit me të. Duke vazhduar njeriu të bëjë mëkate, i njolloset zemra dhe i nxihet jo në kuptimin fizik ose anatomik të saj, sepse për analizat të tilla i kemi mjekët, kardiolog. Mirë po flas për këtë ngarkesën shpirtërore. E keni pa për shembull një njeri që ka vrarë dikën, ka vjedhur para 2-3 nete, ose është kthyer në shtëpi i dehur dhe ka goditur gruan dhe fëmijët. Ai njeri, edhe nëse te takon pas një akti të tillë të mbrapsht në jetën e tij, e vren që ka një ngarkesë shpirtërore të rëndë, që ai ndoshta është të vujt shumë më shumë se sa personi që është lënduar prej tij. Veç s'kemi një lloj thjerëze ose mikroskopi për të parë atë ngarkesën e tij shpirtërore, se përndryshe ajo është një ngarkesë e papërballueshme. Dhe meqense mëkatet janë pjesë e njeriu, të secilit njeri, ka nevojë njeriu të shkojë të shpreh pendes Zotit, të thotë Zotit, unë jam qenja jote gabimtare. Ti o Zot e ke ditur që unë jam gabimtar. Të tillë më ke falur, ama më ke lënë derën e pendimit të hapur, prandaj unë kam ardhur në haxh që të kërkoj falje prej teje. Kërkoj pendes, pranim të pendesës tek ti. Dhe kjo lloj lutje e bën zemrën e besimtarit me ndërhyrjen hyjnore të Zotit që të shkarkohet një ngarkesë e tillë mëkati. Shkuja në haxh është privilegj për çdo musliman, por është edhe përgjegjësi. Sa është përgjegjës një njeri që kthehet nga haxhi në vazhdimin e jetës së tij, sepse ndihet ajo pesha e përgjegjësisë. Ky është haxhi nga sot, edhe tani se duhet me qenë përgjegjës ndaj jetës, ndaj rrethit, ndaj familjes, ndaj shoqërisë, edhe në gjithë aktivitetet që bën. Bukur shumë. Së pari është privilegj, s'besoj që e konteston askush. Pra, ta mundsoj Zotit që nga 1.600.000 banor sa zyrtarisht dalëm në statistikat e fundit, vetëm 1.570, në mos gabohem në shifra detaje, janë që shkojnë brenda vitit. Pra, kjo përgjigje ka që vogël, e atyre njerëzve që i ka ftuar Zoti dhe ju kanë përgjigje kanë shkuar, është një ndjenjë privilegje që e ndjejnë ata njerëz. A është përgjegjësi? Natyrisht që është përgjegjësi. Po jo çasi përgjegjësie që njeriu i thotë çoreça, ti meqense nuk i rahat shumë, edhe sonërim bash rahat, edhe masi të kthehesh prej haxhit, mos gabon, jam sy haxhit me shku me krye atje se ti apet s'kime ndal rrugën e gabuar, s'kime ndal dolloveret tua, punët e liga tua, kështu që mos jam sy atje. Kjo është cytje djallëzore e shejtanit mallkuar. Ne kena me shku në haxh pavarësisht çfarë karakteri jemi, pavarësisht çfarë besimtarësh jemi. Dhe kemi shpresën që kur të shkojmë në haxh, do të pendohemi te Zoti dhe do të kthehemi më të mirë. Kur të kthehemi prej haxhit, do t'ja bëjmë me dije të tjerëve, njerëzve të tjerë, që unë edhe pse jam kthyer prej haxhit, unë prapë mbetem njeri. Kur them mbetem njeri, pra unë prapë gaboj. A duhet të kujdesem s'paku në ato mëkate që janë njolla të mëdha në sy të njerëzve. Pra mos ta shtyj mezën e dikujt, mos zgjas gisht edhe me lëndue, me plagos, ose Zot na ruaj me vrarë dikon, ose mos të vjedh pasurinë e tjetër, ose të mos atakoj moralin, nderin e tjetrit. Kjo është punë që si ka hije besimtarit edhe pa shkuar në haxh edhe mos të kthehet prej haxhit. Petkët njerëzor i vishin edhe petkët profesionale, edhe në kodër kësaj, një epitet që thirret. Si shkon për shtatin, nuk i shka për shtatin. Në atë kuptimin e përgjegjësisë. Unë kam fjalën vetë mos mbetet kjo justifikim për të mos shkuar. Me thonë për shembull, unë pata çef me shku në haxh,
Po Allah e di veten që s'mu e maj haxhen. Jo, nuk e patëm në atë kuptim, po... unë po e citoj opinionin e njerëzve që ma thojnë mua, domethënë, jo që se synimi pyetjes ishte shumë, çush më thon, fisnik edhe i qartë. Shtohet një lloj përgjithësie, bëhet një njeri person me shenjë, në atë kuptimin e fitimit. Amo kjo është pozitive në fundit për ta. Pse është pozitive? Se ti kur njerëzit e kanë përshtypjet që ti s'do të bësh keq. Ndoshta që kjo mbetet arsye që ti më thon, hey, ka dalë se vërtet nuk ja vlejen që unë ta heq përshtypjen e mirë të njerëzve që kanë për mua nëpërmes një vepre të ligë. Pra, njerëzit po mendoj kanë që jo mboj mirë, unë edhe kam u bë më mirë. Unë edhe do shndroj karakterin tim, do të transformohem, sepse në haxh në fakt njerëzit edhe bëjnë transformime të çuditshme. Profesor, faleminderit që ndot kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën. E juja. Gjithsesi, e shfrytëzojmë këtë natë të Bajramit që edhe festën ta losëm Zotin për pranim të ibadeteve, agjërimet, lëmoshat njerëzve dhe nesra inshallah mbretëron mirëqenia, lumturia edhe kënaqësia në familjet tona, urime për shumote për secilin njeri që gëzohet me ardhen e këtij Bajrami, kësaj feste madhështore për ne muslimanët. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe nga ju që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Shfrytëzojmë rastin që urojmë festën e Kurban Bajramit në emër të televizionit Arbëria dhe nga unë personalisht. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.